Hadi këti së mund të marrë të ega. Në mërë. Shumë. I marrë unë ato më dërë. Po, të kënë më. Do ta marrin që. Qa thë maj? Po si e marrin? Mbrem ishte për gjume dhe gjume. Ua. Se bëjë manë. Do ta marrin që. Qa thë maj? Po si e marrin? Mbrem ishte për gjume dhe gjume. Ua. Se bëjë manë. Ri. Mbërëtën. E luft pas Më shumë. E mora vesh, po i bën luft pastaj. Ku mbaj? Ato lekë që të hidhem këtu, po mundët me gjeni në një shtëpi poshtë.
jo, e mirë ti. Oj, shkret. Unë kam nevojë për ndihmë. Shtëpia po më pikon. 2 fëmijë kam shumë të sëmurë. Të vullin e kam autik, nuk më flet. Unë aq lekë marr. Në ndihma ekonomike, nuk i mbaj dot me bukë. Edhe me veshmbathje. Ju lutem më ndihmoni juve, sepse Bashkia e Kështyrës, kryetari më gënjeu. Unë po flenuj me gjithë fëmijë. Dhe jam e sëmurë dhe për vete. Jam me gjilpera me ilaçe. Nesër deri të vdes unë, kush mund ta mbaj këtë fëmijën tim? Da ju lutem më ndihmoni juve. Po për punën e shtëpisë. Shtëpit, këto unë e di që nuk bëhen. Mundësisht më ndihmoni të më gjeni në një hyrje poshtë. Aq, një dhomë, një kuzhinë. Paktën të siguroj djalin me sëmurë. Qa probleme ka djali? Djali nuk flet. Është autik, nuk flet. Acarohet, Sa vjeç është? është 20. No, Acarohet shpesh? me jo, edhe shumë shpesh jo, po që acarohet. Se do dhomën e ti dhe ai, do gjërat e ti, ai ngelin mbeturinave të fshatit. Nuk kam unë se mbaj do të këtu me. Daja, i lutem më ndihmoni. Çfarë bën te mbeturinat? Los atje me mbeturina. I zë me duar, me los, i bje në shtëpi. Se do dhomën e ti dhe ai do qefin e ti, do ambientin e ti. Këtu ai ku do ve? Këtu mbushet shtëpia plot me ujë. Ne flëm në ujë në dimër. Flëm në darkë, s'mund të ngrihemi në sabah. Pa këto të mendojnë për fëmijët, a mirë për mua. Po vetëm për fëmijët, kaq. Tani, ju e dini. Shiko se ku jetojmë tani. Urdhroni se ku jetojmë. Tani na ndihmoni. Këto mund të bien. Më zon fëmijët brenda. Daja ju lutem më ndihmoni. Në mot me shi, si i bet shtëpia? Shtëpia në modën e shtëpi mund të bjeri, sepse është katastrofe në çdo vend. Siç e shikoni dhe vetë. Na gënjur dhe morën votat. Na gënjur morën votat në familje, edhe serdhën. Ne kemi ngritur zërin, për çdo gjë atje nuk na dëgjon njeri. Bile ata, jo që nuk na dëgjojnë, po ndihmojnë ata që i kanë në punë dhe u kanë bërë çati dhe shtëpia. Atyre që janë në marrëdhënie me punën dhe kanë lënë gjitha familjet që janë në gjendje katastrofike. Edhe nuk pyesin fare se rrojnë se s'rrojnë. Në prag të votave, vinë dhe i gënjejnë dhe u thonë do të bëjmë çatin, do të bëjmë shtëpinë. U marrin votat dhe sot nuk i shikon njeri me sy. Nuk duan të jatin fare, bile mua nuk më proferojnë se ti thoni je i Partisë Demokratike dhe nuk duan thoni je i pa dëshirueshëm tek ne, i thonë. Më thoni pak për gjendjen aktuale të kësaj familje. Është në gjendje katastrofe. Dhe bukën nuk hanë. Nuk arrin të hanë dot bukë thatë, jo gjë tjetër. Janë shumë keq, në gjendje ekonomike shumë keqe, i bëj thirrje kush ka mundësi të ndihmojnë na sa do pak bën sevap.